أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falenderimet, lavdrimet janë për Allahun Gjelle Gjelaluhu, krijuesen dhe udhëzuesin ton. Salatet dhe selamet, përshëndetet, lutjet, duat tona më të mira janë për më të mirin e gjithë pejgamberëve, vullën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin të birin e Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi gratë, fëmijët dhe familjarët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm, të cilët ishin të kënaqur me Zotin e tyre dhe Zoti i tyre ishte i kënaqur me ta, dhe lutjet tona shkojnë për gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e Kur'anit, familjarët dhe sunetit pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër, Allahu Teala natën e Miraxhit ja obligoi besimtarëve faljen e namazit. Vitet e para të pejgamberllokut Muhammedit alayhi salatu wassalam, vitet e para të shpalljes, kur Allahu Teala i shpallte Muhammedit alayhi salatu wassalam ajetet dhe e kishte përzgjedhur që ai të transmetonte fjalët e Allahut tek njerëzimi, Allahu subhanahu wa taala nuk bënte urdhëresa dhe ndalesa, por urdhat e parë ishin vazhdimisht në forcimin e besimit. Dhe ju tregonte Allahu Teala, qoftë nëpërmjet Kur'anit familjar, qoftë nëpërmjet dërguarit i Muhammedit alayhi salatu wassalam, ju tregonte njerëzve se çfarë kërkonte nga ata. Ajo ishte të adhurohej Allahu i vetëm, pa shok dhe pa rival, të mos i bëhet ortakëri Zotit, të mos i bëhet shirk atij, dhe të besonin se Zoti kishte përzgjedhur një njeri nga mesi i tyre, i cili do të përçonte mesazhin qiellor tek ata, se çfarë Zoti i tyre ka kërkuar nga ata. Dhe ajetet e para, në vitet e para të shpalljes ishin vazhdimisht në lidhje me çështën e besimit, forcimin e besimit në zemrat e besimtarëve dhe në tregimin e asaj se çfarë ju pret juve pas kësaj bote të përkohshme. Nëse keni folë dhe bërë vepra të mira, ju pret e mira, e ato janë xhenetet Allahu Teala. Dhe sa nëse keni folë dhe bërë vepra të këqija, atëherë shpërblimi është me të keqen në ditën e gjykimit, ajo është xhenemi. Zoti na ruaj nga zjarri i saj, e na mundsot inshallah mirësitë e shpërblimit Allahu Teala, xhenetet e Zotit tonë ditën e gjykimit. Mirë po, ka fundi i qëndrimit tij në Mekë, e Muhamedi alayhi salatu wassalam qëndroi 13 vite në Mekë si pejgamber duke i thirrë njerëzit në Islam. Allahu Teala pasi i vdiq gruaja e tij dhe i vdiq axha i tij Abu Talibi, që ishin dy përkrasit më të mëdhenj të Muhamedit alayhi salatu wassalam në Mekë, Allahu Teala e thiri Resulullahin sallallahu alaihi wasallam në lartësitë qiellore dhe ndodhi një prej mrekullive më të mëdha në historinë e njerëzimit, ajo ishte lartësimi i robët të Zotit në lartësitë qiellore tek në afërsi të arshit të Zotit. Allahu e thiri Muhammedin alayhi salatu wassalam për t'ia flladitur zemrën dhe për t'ia komunikuar urdhrin më të madh që u ka kërkuar dhe i ka urdhëruar njerëzimin. Pas tauhidit, pas urdhërimit për ta njehsu Allahun Teala që është i vetëm dhe se nuk ka shok dhe duhet ne ta adhurojmë Allahun të vetëm, të themi la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, pas asaj për i urdhrave të veprimeve tona që i kemi kërshi Zotit ton, urdhri më i madh është namazi. Prandaj edhe ka veçuar Allahu Teala për krejt urdhrave. Të gjitha urdhresat dhe ndalesat i ka bë Allahu Teala nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam. I ka tregu Xhibrilit alayhis salam, melekut të zgjedhur të Allahu Teala, se çfarë kërkonte nga Muhamedi alayhis salam dhe ai çfarë do t'i komunikonte njerëzimit dhe besimtarëve në veçantë, dhe kështu ne vinin shpallje. Prej mbi 7 katë qiej vinte poshtë. Mirë po, namazi për shkak rëndësisë së saj të madhe, Allahu Teala namazin ja komunikoi Muhammedit alayhi salatu wasalam në mënyrë të drejtë për drejtë. Urdhën për faljen e namazit
e bëri Allahu Teala në mënyrë të drejtë për drejtë pa ndërmjetësues. Nuk e futi ndërmjetësimin e Gjibrilit a.s., por e thiri lart dhe e kërkoi Allahu Teala nga Muhamedi a.s. faljen e namazit. Kërkoi Allahu që të na disciplinonte, që të dëgjonte zonin ton të robit të përkushtuar karshi madhnisë së krijuesit të vet, të dinte pozitën e vet robi, se ne jemi nevojtar për Zotin ton, i cili është krijuesi çdo gjëje që shohim dhe nuk shohim. Andaj ne, Allahu Teala na kërkoi që 5 herë në ditë, edhe pse fillimisht ishin të kërkuara 50 namaze, por pastaj Allahu na mëshiroi dhe me kërkesën e Muhamedit alayhi salatu sallam i uli ato në 5 herë gjatë ditës dhe natës, por me shpërblim secilën minimum 10 fishin dhe e bani që të kenë vlerën e 50 namazeve gjatë ditës dhe natës. Dhe Allahu Teala dëshiroi të na dëgjonte se si i lutemi atij, se si i kërkojmë atij. E pastaj na e mundsoi që në sejdë kur t'jemi të përulur, kur majën e kokës tonë, ballin e vendosim në fund të, do të thotë në tokë, dhe i përshpërisim Allahu Teala nevojat tona, lavdatat tona, për Zotin ton, Allahu Teala i pranon ato dhe me lejen e tij, inshallah, edhe ju përgjigjet kërkesave tona. Ndonjëherë në përgjigjet më njëherë, qysh këtë botë, ndonjëherë na i vonon për botën e amshueshme të përhershme, në mënyrë që na shpëtojë nga dënimi dhe të na ngritë në shkallët e xhennetit në ditën e gjykimit. Dhe këto janë shumë me rëndësi, nderuar vëllezër. Andaj rëndësia e namazit është jashtëzakonisht e madhe. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, gjëja e parë për cilën do të pyeteni tek Allahu Teala për obligimeve tona që i kemi ndaj Zotit, sa di pa në ditë kiametit, për çka do të pyetemi nga adhurimet, a i ke kry, a i ke bë, është namazi. Nëse është namazi i plot, llogaridhënia është e lehtë, thot Muhamedi alayhi salam. Nëse namazet nuk i kemi të plota, kur na llogariten, se Allah do t'i urdhërojë me laçe do të thotë, llogaritni robërit e mi, ai kanë kry obligimet e namazeve ditore. Dhe fillon llogaria e ynë nga mosha madhore, nga mosha e bilygut. Prej moshës tonë madhore, e deri në vdekje, do të na llogariten ai kemi kry obligimet që i kem pas karshi Zotit, e posaçërisht të namazit. Namazin, a e ke të plot, apo nuk e ke të plot. Nëse e kemi inshallah të plot dhe të pranum të Allahu Teala, llogaridhonin e kemi shumë më të lehtë. Por nëse nuk e kemi, e atëherë thot Muhamedi alayhi salam, atëherë do të jetë më vështirë se do të llogariteni që e themi ne në popull fije për fije për çdo fjalë dhe vepër. Prandaj namazi është urdhër hyjnor nga krijuesi i gjithësisë dhe krijuesi ynë nga Allahu Teala, dhe nuk ka arsyetim robi në mos faljen e namazit. Çfarë arsyetimi me dhon ti që se fal namazin? Çfarë arsyetimi? Të gjitha punët e dynjas janë kaluese nderuar vëlla. Dhe Allahu Teala që është furnizuesi ynë, ta merr mendje se ti nëse e ndan kohën me fal namaz, ty ka me të privu prej riskuta. Jo hoq, farz është me punu, Zoti neve na ka obligu me jetu, me rujt familje, Zoti s'na bën neve azab për namaz, kur unë jemi obligu me rujt familjen, mirë, ti a e din që Zoti është furnizuesi yt? Po. A e di që Zoti është kërkuesi nga ti që ti me e fal namazin? Po. Ta merr mendja që Zoti që na ka kërku 5 herë në ditë ta kontaktojmë atë, në agun e hershëm të mëngjesit, para se me lind dielli, do me na e dëgju zonin. Në drek, kur dielli kalon nga zeniti, në pikën më të lartë të qiellit, mbi kokat tona. Në iqindi, kur fillon drejt perëndimit të diellit. Në namazin e akşamit kur perëndon dielli dhe kur shohet errësira terri, e atëherë të thot tash para se me shku me pushu trupin dhe mendjen tënde, pastrou definitivisht nga mëkatet e tua me namaz.
Se namazi pastron dërum vllazë. Namazi, abdesti, shkurja në xhami, të gjitha këto janë elemente të cilët neve Allahu Teala na ka mëshiruar nëpërmjet tyre dhe bën pastrimin ton ditor dhe të natës nga mëkatet. Se njëri nuk ka vetëm trup që e marr abdestin, lahëm, shpërlahëm, pastrohëm nga dytësirat që i shohin. Por neve jemi edhe shpirt. Njeriu ka trup dhe ka shpirt, është qenë dualiste. E përbër nga materia që është trupi dhe e përbër nga shpirti që është me preardhje qiellore. Trupi pastrohet me ujë, prandaj marrim abdest, i largojmë dytësirat, apo gusël, lahemi, ndërsa shpirti pastrohet me adhurim, me namaz. Prandaj neve gjatë ditës dhe natës, të gjitha dytësirat, sikur pluhnin, dytësirat tjera që i kemë bërë, pastaj ne shkojmë, marrim abdest, pastrojmë fytyrë, dur, kamp, dhe dalim të pastër me trup, ka shikryusi tonë, madhnisë tonë, po ashtu Allahu na e pastron edhe shpirtin nëse jemi të sinqert në adhurimin e tij. Që kur dalim llogaridhanjen e fundit para Zotit, të jemi të pastërt. E ai i cili i ka dalë Allahut para, duke fal namazin, ai do ta ketë inshallah të lehtë llogaridhanjen ditë gjykimit. Ai i cili nuk ka dalë gjatë ditës dhe natës, ka shikibles, në drejtim të Qabës, me thonë Allahu Akbar, Allahu është më i madh, po harroj dynjan, po du m'ju koncentru dhe falenderu krijuesin tem, ai i cili nuk e ka bërë këtë punë, ai do të ketë frikë të madhe i nderuar vëlla në ditën e gjykimit. Si ka me usjell krijuesi im me mua? Si ta merr mendja? Ti që e harrove Zotin, ta merr mendja që Zoti të kqyr me sy të mëshirës aty? Ne sot për shembull kemi ankesa të mëdha për familjarët tonë, për fëmijët tonë, se janë të padëgjueshëm, po flen shumë, nuk na dëgjojnë, nuk në respektojnë, nuk kryjnë kërkesat tona çfarë kërkojmë nga ta, apo i vonojnë ato, dhe jemi të revoltuar, dhe bëjmë ankesa tek miqtë tonë. Vallahi rinia Zotit, kështu fëmijët tonë, kështu. E mirë, ne në raport me krijuesin, me Zotin tonë, çfarë jemi? Ë? Jemi duke dëgjuar Zotin. A jemi duke nështru Allahut subhanahu wa ta'ala. Me ke qartë dhe them, ka plot në mesin tonë të cilët e harrun Zotin e tyne, e pastaj Zoti i tyne i harron. Wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum. Allahu thotë mos u bëni si ata që harrun Zotin e tyne, e Zoti i tyne pastaj i harroi ata. Të harron vllaja, të harron Zoti. Mos thuj pastaj na ka harru Zoti neve shqiptarve, na pastaj më shku mi thonë, jo bre mos thuj se Zoti s'harron, jo Zoti të harron. Po e harrove të harron. Po nuk e thire, nuk të kujton, fëmija i vogël, po nuk qajti nënës për jep tamël, flen të natës, si kinq. Me po, fëmija qka bën, e zgjën në përmjet vajt. Edhe ne, po nuk i kërku më Allahut, s'tjep Zoti. Dërsa ato që për t'i jep, pa i kërku, din se është të ngarku. E ki bërq që ki me pagu të Allahun ditë kiametit. Të gjitha, edhe shëndetin që ta ka dhonë, edhe sytë, edhe veshtë, edhe shijen që ke mundësi me shiju, edhe pasurinë, edhe fëmijët, të gjitha i ke bërq, dhe do të kërkoje për te edhe për me llogari Allahu Teala në ditë kiametit. Çfarë ki me i thonë? Namazi, zeki, zeqat jo, haxh jo, umre jo, agjerim jo, alkohol po, zina po, zhveshje po, mos bules po, kamat po, me gjithë të mëkate, të ngarkum, tërsa të privum nga adhurimet që Zoti na i ka kërku, vështirë ka shpëtimin ditë gjykimin dërëm vllazën. Prandaj sa jemi gjallë e kemi mundësinë e kthimit tek Zoti ynë. Mi u kthy Zotit. Me thonë, unë du të jem rob i mirë i Zotit. Sikur fëmiu që e vren veten që është i mangët në sjelljet e tij, e ka shi prindit tij edhe një ditë dën me u bë i mirë, thotë, unë duhet mu bë djalë i mirë, çik e mirë, me i dëgju prindërit e mi. Dhe jo i plasa. Edhe ne si robër, ne duhet të jemi rob të mirë të Zotit ton, e jo që punët e dunjas me u bë ne rob të kësaj bote dhe epsheve tona e jo të Zotit. Dhe Allah, kur flet për robët e mirë, në surët Nur, ajeti 37, thot Allahu Teala, ata janë njerëz që nuk i pengon as tregtia largët e as shit blerjen në vend për ta përmendur Allahun, për ta falur namazin dhe për ta dhënë zekatin.
ata i friksohen një dite kur do të rënditen zemrat dhe shikimet. Ta njerëz që falin namaz, japin zeqat, kryejnë urnat kash i Zotit vet, këtë bëjnë nga frika e takimit me Zotin, mos jemi mangët, mos jemi cekt. Zoti kreta mi dha mu këto, e kam frikë, e marrë unë të e kry obligime që mi ka kërku mu Zoti im. E sot për fat të keq, njerëzit që e quajnë veten musliman, nuk ngritet me i fal namazit, qysh mëngjezin në herët, në agon e hershëm të mëngjesit. Nuk i kryjmë edhe ditën, edhe natën, edhe sende. Takimet që kemi me njerëz, ku kemi interes, nuk e harrojmë. Takimet me krijuesin e harrojmë, e pastaj shpresojmë në xhennet. Dhe të mashtrum për shejtanit, po hoq zemrën e kopmi, si me nej bë hoqën e kërkuj keq. Po për Zotin, çfarë të bë? Rahmetin e madhe ka hoq Zoti. Ai veç ma këshirë mu zemrën, ani pse s'kam punu në kur gja, une me këtë zemrë, qelës gjennetit edhe eci. S'ka të unë e vepra. Këtë e në mashtrimet, shejtanit malku. Me rëndësio ti mës me menu keq, me rëndësio ti mës me full keq, mës me bo keq. Ani, si cili burr letjet karshi shefit vet, i mirë, mës me menu keq për shefin, po mës të ja kryje obligimet shefit, mos ta kryje punën për të cilën paguhet, kështu në fund të muajit atë pagun shefi. Shko ti thuj atij, jo bre shefa si vallahi, qëre be zemrën e kom të mirë, këta që janë orë, që të që bëtë vend në ora 6, në sabah, 7, 8, kur fillon orari punës, e deri në fund të orari që po punojnë e po njërsiten, vallahi këta s'janë ma burrat mirë se une. O kur be sant keq foli për ty, këta të poshtër janë. Ani pse ti kanë kry punë, ta kanë qelë dyqanin e fabrikë kanë punue, punët i kanë kry ndërtimtarie, këtë që ke kërku këta. Unë sen s'kom ba, ama unë e kom zemrën e mirë, se unë e ty shumë du. Reagimi shefi që ka me qenë? Veç me të këqyrë, a bodol, mirë, në regull, e kuptova, që e të li për me, që atë rogën shef, mundësisht. Atjep rogë shefi, shpërblim atjep. Kurën e kurës, s'ki me e pa shpërblimin nga shefi. Mundet njëherë dy me mashtru, në fjallët e tua, për në kontinuitet ti me marë rogë të aj, për shkak se ti e paske mendimin e mirë për shefin, po punë si e të kry, harroj. E të zotë ytë, të krijuesi ytë, me këtë do me fitu të përhershmëna. Harroj, vllai im. Me keqardë për të thëmë, je i mashtrum nga cytjet e shejtanit. Mirë po, kemi edhe për atyne të cilët falin namaz, mirë po e ka shkele shko namazin. Dhe me fal namazin veç, hajtë, ta e ki gajlen. Dhe Allah Ta'ala i përshkruan cilësitë e munafikëve, dyftërshve, hipokritëve, thotë, wa idha qamu ila salati qamu kusala, so Toba ajeti 45, dhe kur ngriten me fal namazin, jenë dembel. Tash e kemi futbollin, tash kena, veç pak me ta marrë që të shpejt ta kry namazin, tash po rrim 2 orë, 3 orë, sa të zgat loja, sa është më rëndësi. Më rëndësi është une e oqa qafës. Apo ngritemi me përtacit madhen sabah, ose po duka me falë namazin. Kjo nuk këtë cilësi e besimtarit të mirë në dërëm vlazën. Dhe Allahu Ta'ala, po ashtu tha surët Toba, ajeti 45, dhe surët e Nisa, ajeti 142, flet për cilësit e munafikëve që falin namazin me përtaci. Dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, namazi më i rënd për munafikët, dyftyrshat, hipokritët, është namazi i yatsis dhe namazi i sabat. Sikur të dinin ata se çka ka në këto dy namaze, do të vinin qoftë edhe të zhagu, zvar, do të vinin në xhami me i fitu sevapet. Hadithin transmeton Buhariu dhe Muslimi. Ndaj sot e kemi disa përkujtime për vete dhe për ju, për vlerën e namazit falën me xhamat. Jo vetëm për namazin. Tërë këtë hyrje e bona në vlerën e namazit që mujmë me folë shumë ma gjatë. Me po sot jem të umarë me namaz ditë, të cilët nuk dalim me falë namaz me xhamat në xhamijat tona. Të cilët janë ba për shkak të faljes. Nuk janë ba veç për shkak mu pa, sigur disa që ndreqin objekte fetare, që nuk janë muslimen, edhe i qenë majët malit, heq s'është kusht në ta, me po letjet aty në për me u pa. Në islam, objekte ndërtojnë për me shërbi njerëzve, jo për me pa njerëzit, jo për me u krenu me to.
ajo duhet të jetë për me I kry nevojat besimtarët, rritet e tyne, mos quj rrit, po obligimet e tyne, kash I Zotit tyne. Prandaj xhamiat janë ndërtu gjithmonë për adhurimin Allahu Teala. Muhamedi alayhis salam prej Mekës Medinë kur erdh, puna e parë që bënin në Medinë, në Kuba, ende pas zbrit në Medinë ku është sot xhamia e tij, Resulullah sallallahu alaihi wasallam e bënin ndërtimin e xhamisë. E bënin një xhami, dajti disa ditë, pastaj në zbriti dhe e bënin xhaminë e dytë, ato që neve sot e quajmë xhamia e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe na mësoi se po shkove me banu me një vend banim, shiqo sendin e parë, a ka xhami. Sot neve sot e kemi synimin sendin e parë, a ka mundësi që të ne me fitu një herë mirë. Ani pse s'ka xhami. Ne I qenë fëmin tonë vend ku s'ka ezan, ku s'ka xhami. Neve s'na interesën kjo punë. Dhe kjo është e keqja jo. Pastaj ne fëmin tonë nuk nin ezan, ne nuk kemi shembull I mirë për ta, nuk shkojmë me fal namaz në xhami, se s'ka xhami në atë vend, apo në atë shtet, e atëherës valla po devijojnë fëmija. Ne kem deviju para tyne që I kem qunë në një vend të tillë. Edhe xhamia është bërë për me të bu besimtarët, për me fal namaz për bashkë, adhurimin e përbashkët. Jemi vetmi ummet që neve bashkohemi 5 herë gjatë ditës, Allahu ka kërku prej neve që të jemi të bashkuar. Bashkohemi një herë një javë, dhe bashkohemi mas pari në sabat, në drejk, në ikindi, në akşam, në yatsi, 5 herë në ditë. Muslimat I shetë bashkuar. Pastaj ne I kemi bashkimin javor, xhumat I falim. Pastaj e kemi bashkimin vjetor, 2 herë në vit, falim namazet bajramit, mejdan, mu gëzu të gjithë, që përfundoj Ramazani e inshallah u hapën dyrët e xhenetit, u mbyllën dyrët e xhenemit dhe e shkruam inshallah emrin për atyne që janë amnestu nga zjarri I xhenemit në këtë muaj të bekuar dhe festojmë, kemi fitr bajramin. Po ashtu ditët kur në hax Allahu vëllezër dhe motrat tona besimtare I fal në ditën e Arafatit, Muzdelife dhe në Mine, edhe në Qabën e bekuar duke I kryer ata në obligimin e haxhit, neve Allahu Teala na bët që edhe ne të gëzohemi këtu, ditëve të Dhulhijhes, dhe I bashkangjitemi ditën e bajramit, I bashkangjitemi me kurban, që I mënohemi me sakrificë, me ju afru Allahu Teala, me namaz, me lutjet tona dhe me gëzimin ton. Përsëri jemi bashkë. Bashkësi na ka bë Allahu Teala me jetu. Jo në mënyrë individuale. Prandaj edhe e kemi edhe në fund, e kemi një herë në jetë më shku dhe mu bashku me krejt musliman të botës në hax. Bashkohemi në Ramazan, nga agu I hershëm I mëngjezit, deri në perëndimin e diellit abstenojmë nga ushqimi, pija dhe intimiteti bashkëshortor. Dhe jemi bashk. Allahu e don basin ndër vëllezër. Me dalë në xhamit mahallës, me I pa musliman gjendën e tyne. Me I ran sejdë Zotit bashkarisht. E kur jemi bashk, Allahu zbret rahmet për këtë bashkësi që e kërkon rahmetin e Zotit, mëshirën e Zotit. Kur jemi të përçam, atëherë Zoti I përçan zemrat tona. Prandaj nuk e dojmë njëri tjetrin, prandaj urrejmë njëri tjetrin. Po do të sheh për shembull qele interneti, qele YouTube-n, nëse të paraqitet një kong në gjuhë shqipe kime pa, po plasin tjerë, për i natë tjerë, për na qenë zili, veç për halk. Pse zili, pse urrejtje, se janë përçan zemrat. Zemrat bashkohen, po I bashkum kombët në safat tona, në adhurim ndaj Zotit tonë. Këtë jemi të obligum të bëjmë të ndërum vëllezër. Për fatkeq nuk jemi duke e bë. Ne nuk dalim, mi u përgjegjë ftesës së muezinit. Allahu Teala na ka tregu dhe na ka urdhnu: "Wa aqimus salah wa atuz zakat", falni namazin, jepni zakatin, warka'u ma'ar raki'in, dhe përkuleni me përkulësit, shkoni në ruku, ma ta që shkoni në ruku. Njerë ta fal namaz, ama masën e ta shko, ta ata që janë të fal namaz, shpit Zotit. Dhe kush ka dhonë, tokë, fise bilillah për mu bo që e faltore, xhamia. Dhe kush ka dhonë për mu ndërtu muret. E ne sot nuk I përgjigjemi ftesës. Dhe sa, kur ka erdhë Ibn Maktumi, që më vonë ishte edhe muezin xhamit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ishte I verber. Mirë po, nuk ishte I verbën zemrën e tij, dhe në veshët e tij nuk ishte I shurdhër. Tha, ja Rasulallah, nuk po kom gjithmonë udhëheqës me armë prunë xhami, s'po muj me ardhë.
am lehtësohet mu mos me dalë me fal namazin në xhami, se e shehte se thot Ibn Mesudi te ne në kohë tonë nuk dilte në xhami veç munafiku, veç ai që ishte i njohur për nifakun e tij. Përndryshe gjithmonë janë kanë në xhami. Në rrumë vllazën, edhe munafik të kohës pejgamberit sa më kanë ma burra, më thojza se burrat e kohës tonë. Që e qëjtë vetën musliman. Munafik kohët pejgamberit sa më kanë pas mjekër, munafik kohët pejgamberit sa më kanë falë namaz në xhami. Munafiket kanë pas xhami. Se janë kanë munafik, haptas janë dogë që janë musliman, nësa në realitet në zemrat e tyre kanë pas urrejtjet e islamit, sigur ata që i shohim që shkruajnë, ta shajnë fen, ta shajnë xhamin, ta shajnë ezanin, edhe në fund po dhe unë jam musliman. Ja kur nuk je musliman nëse e shajnë fen Allah Taala, Islamin. Kur nuk je musliman nëse e shajnë ezanin. Nëse e shajnë një urdhën të Zotit xhalla xhalaluhu, ti nuk je musliman. Ke bë kufër, pendohu para vdekjes. Të ditët e mush me thonë, unë e jem. Ti s'ke mësu, s'ke kry provimet, edhe ty me thonë edhe unë e kom kry shkollën, a ty të kanë ngel kur s'ke hin provim. Ti si je. S'ke dhonë provim për shofer, migra makines kërët, e me thonë unë jem shofer, a u s'di migra s'ku gjo. Tjetër ti qka e menën vetën. Prandaj, i bënu më Mektumi, ky verber, i thaja Rasulullah, s'po kom kush më sjell mu në xhami. A jem i letësu mës me dalë në xhami me falë? Tha pejgamberi selam, po. Pasi u kthy Gjibrili alayhis salam dhe nuk ja letësoj. Dhe tha jo, ai let përgjigjet, ai do të marrë në xhami. Nëse e nin ezanin. Atëri tha Muhamedi alayhis salam, o filan, a tesma'u nida, a e dëgjon thirrjen, a e jetoj ezanin? Tha po, qale fa'jib. Përgjigjo thirrjes. Zoti është të na thirrë vllazët, Zoti. Ai muezin është zëdhënës në emrin e Zotit, sikur që kemi zëdhënës qeverisë. Sikur që kemi një person të familjes që thret në emrin e familjes, një të thirrëm darsëm ose në ka vdek filoni, një të thirrëm varrim ose në gëzim ose pa parasysh, njëri na thret, krec na thrasin atar të shtëpisë. Muezini thret në emrin e Zotit. Hayya ala salah, hayya ala falah, e janë namaz, e janë shpëtim. Pse u thonë e janë shpëtim? Se s'ka shpëtim jashtë xhamisë, jashtë namazit, nuk ka shpëtim. Bindjen tonë, fenë tonë, nuk ka shpëtim jashtë kësaj feje. Jashtë se me shku me fal namaz, nuk ka shpëtim dërum vllazën. Harroje. Të lehtësuam nga përgjigja janë gratë. Gratë pejgamberi alayhis salam i ka lehtësu. Edhe ju ka thonë, mos i daloni gratë me shku me fal namaz në xhami, por namazit ty në shtëpi ty është më i dashur, më i vlefshëm. Mirë po kur ti me gruan për jashtë, për shembull edhe ka koha namazit, do me fal namaz, tash më thon gruas grup për ty më mirë në shtëpi, a në shtëpi nuk jemi të shku. Jemi tjetër send. Jo futet edhe gruaja fal namazin në xhami. Por parimisht namazi i gruas është më i mirë në shtëpi se në xhami. E sot neve çfarë jemi bëjmë pa sigur gratë. Namazin tonë kemi në shtëpi e jo në xhami. Muslimani duhet me ngrit nga shtëpia e tij me shku dhe për çdo hap, inshallah e ke shpërblimin ndërm vllazë. Çdo hap, ka thënë pejgamberi sa që e bën gjatë shkumjes në xhami, e ke shpërblimin ngritje në një shkallë dhe shtyrje të një mëkati. Për çdo hap që e bën. Edhe Ubej ibn Ka'b, sahabi i pejgamberit alayhis salam, ka pas shtëpinë larg, si duket ka qenë sahabiu, a ky ka qenë i njohur për leximin e tij të bukur të Kur'anit, saqë Muhamedi alayhis salam i kishte lexuar Kur'an, atij edhe kishte kërkuar që ai me i lexu Resulullahit sallallahu alaihi wasallam Kur'an që më dëgju për zanit të tij të bukur, dhe Omer radhiyallahu anhu kishte vendosur që ai me u prim muslimanëve në faljen e namazit të taravis. Që ky sahabi me këtë zot bukur, me leximin e bukur, sa që kishte fillu me qakur dëgjoj që Gjibrili alayhis salam i ka thonë me lexu Ubej Kur'an, edhe filloi me qajt, tha, më ka përmend emrin Allahu lart mu mbi 7 kat qiej, dhe filloi me qajt, u emocionu. Me po ky s'kishte mungu prej xhamis, me fal namaz në xhami, edhe pse kishte shtëpinë më së largët, thënë sahabët nuk din dikush që ka pas shtëpinë më larg se ai. Edhe kur i thanë ta kishe ble, qofshin ndërum një gomar që me arë në rësirë të natës, me shpejtu pak rrugën në vapën e ditës, me arë deri në xhami, tha vallahi për mua është më e dashur që kjo se sa me marë një mjetë të udhëtimit për me arë.
ka shpresu shpërblim të Allahut për hapa që i ka ba. Marrja abdesit dëftoft, qëndrimin në xhami, pritjet namazit, këto shtyjnë gjunahe, ka tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe muslimat i kanë ditë vlerën e këtyre gjanave. Prandaj thot Ibn Mesudi, subhanallah, thot në kohë tanë, thot nuk ka mungu prej namazit përveç ai i cili e kimi ditë si munafik, si dëftërsh. Subhanallah, e thur si kishte me qenë gjendja jonë ndërum vllazën, po të kishim jetu këtë pejgamberit alayhi salatu sallam. Dhe i falim namazet. Na, që e konsideroj vetëm më të mirë se sa shoqëria tjetër sa i përket kryerjes së obligimit të namazit. Po flas për ne, namaz ditë, kur s'dalim në xhami. Se për këta guximtarët që kanë guximin fare mos me fal namaz, halal s'pi thëm, po çuditëm me guximin e tillëve që nuk kryejnë namaz ka shi Zotit të tyne. Kogja është një guxim i madh. Me të thirr Zoti, mos më shku te Zoti. Ushtar kur je, kur të thret oficeri, i përgjigjesh me njëherë se ka dënim, e krijuesi po na thret, o vllazën, krijuesi po na thret, më fal namaz, ne s'po falim namaz. Po na thret më shku në xhami, ne nuk po shkojmë në xhami. E masë ne po presim fitore për Allahu Teala. Pse po kallët kjo? Pse po ndodh ajo çfarë të ndodh në Gaza? Pse është të ndodh kjo çfarë të ndodh në vendet e muslimanëve? Pse? I kem prish neve raportin me Zotin. I kem shkput. Na s'dem me shku në shtëpitë të Zotit, lypim xhennet të Zotit. Prandaj shpesh më kujtohet fjala e një muslimanit. Është thonë, kam dëgjuar që ka qenë fjala një hebrejt kur i ka thonë, nuk tutemi për juve. Se ju shohim sa jeni në xhami. Neve do të friksohemi nga ju kur t'ju shohemi që i keni mbush xhamiat e juja, e namaz të sabahut i keni mbush xhamiat e juja, e kur t'jini 5 kohë namazit, sikur që jini ditën e xumës, për plot xhami, atëherë na mund me thonë, ruju se ç'tash, këta janë lidh me Zotin mirë. Xhamiat i kitë zbrasta, edhe pse jemi shumë më mirë se sa që ka qenë në kohë të komunizmit. Prandaj edhe disa komunistave tonë, disa islamofobëve tonë është i pengu pas tëne, pse po bëni xhamia, pse? Elhamdulillah, është më mirë. Kemi shumë fshatra që ka ringjalli. Jam të fol që po i tha vetë musliman shko vëlla në xhami, se mëson këtë xhamia. Edhe e kryen urdhën e kashë Zotit, po edhe mëson një fjalë të Zotit, një fjalë parasit pejgamberit alayhi salatu wassalam, se ç'është duhet me qenë rob i mirë ka shi krijuesit tan, ç'është duhet me qenë vlad i mirë ka shi prindit tan, bashort i mirë ka shi gruas apo bashort i mirë ka shi burrit, ç'është duhet me qenë prind i mirë me fëmijën tan. Të gjitha këto i mëson. Apo duhet me qenë qytetar i ndershëm në rrugë, mos me vjedh, mos me rre, mos me mashtru, mos me korruptu. Këto i mëson prej fesë tonë, prej Zotit tan, se gjitha janë këto urdhra të Allahut Teala. Të keqës të mësën feja. Ka njerëz që i bëjt të këqijat, po se ka mësu feja. Sikur ka mjek që pi cigare, po se ka mësu mjekësia. Sikur ka shqiptar që flet shqip, po shpion, po se ka mësu nëna më kon shpion. E ka tradhtu vetën, vendin e vetë. Edhe njëri i cili tradhton besën me Zotin e vetë, e të Zotive që ka me dhone, që ka me prit për Allahut Teala në ditën e kiametit. Pa dhe pejgamberi sa më hidhrohi me këta njerëz, edhe hidhrohi atë shumë me njerëzit të cilët nuk dinin me fal namaz me xhamat, thoshte, po shkon mendja në herë më urdhru më fal, më thirrë zoni më bëj kamete, unë më shkoj më shiqu kush s'ka dal me fal namazin, e më u kallë dhe shtëpia e tyne. Mirë po e ndalu, me dënimin me zjarr e ndalu. Dhe si lejot, kërkuj me bo. Nëse pejgamberi Zotit se ka bo, se ban asë robi sot një gjë të tillë. Me po ka tash me kallëzu, ma mirë me të kallë shtëpia e dynjë se me të kallë vendi në ditën e gjykimit që më kon të banori zjarrit të xhenemit. Ka simbolik në këtë hadith, në nderuar vëllezër. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu sallam, një vendbanim që xhamati nuk të bëhet 3 ditë rresht, nuk të bëhet me fal namaz me xhamat, e ka plan shejtani atë vend. Bizotron shejtani, cytet e tia, mashtrimet e tia. Po e kërkon Allahu Teala bashkësi, që neve në mënyrë të përbashkët me u drejtu Zotit ton.
Me lezu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, deri në fund, e pastaj ne xhamati me thonë amin, o Zot, pe kërkojmë prej teje të na përgjigjesh lutjet tona që i kemë bërë për ty. Tema është shumë serioze, tema është shumë e gjanë. Mirë po, për shkak edhe të kohës, shpesh herë, po duhet edhe më ndalë që mos me qenë me zgjatë për stepërmi, por falim namazin dërëm vëllezër dhe motra, pa preshtim edhe motra tona. E sa për vëllezërit tonë, të përgjigjem e thirrjes me ezinë dhe të mbushim xhamiat. Shkojmë të falim namaz sikur që i falim namazin e xumës. Ne që falim namaz, të përgjigjemi thirrjes së muezinit dhe të jemi në namaz me xhamat, në mënyrë që me xhamat të futemi në xhennet ditën e gjykimit. Allahu na bëf për namazdive, Allahu na bëf për atyre që dëgjojnë fjalën e Allahut dhe i përgjigjen fjalës së tij dhe e dëgjojnë udhëzimin e pejgamberit dhe i përgjigjen fjalëve dhe udhëzimeve të tij. Allahu na bëf për namazdive dhe për namazdive që falen namaz me xhamat. Ne dhe pasardhësit tonë, sikur që tha Ibrahimi alayhis salam, Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati, Zot më bën për atyre që falin namaz dhe pasardhësit tonë. Allah na bëf për namazive ne dhe familjarët tonë, Allahu na bëf edhe si popull për atyre që adhurojnë Zotin e tyne dhe tregohen rob të mirë kaq i krijuesit të tyne, deri takimin tonë të radhës, mbeqi për kujdesin e Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.